Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Falëndërimet, lavdërimet gjithnjë i takojnë Zotit të Madhreshëm, krijuesit të gjithësisë, sunduesit në këtë botë në botën tjetër. Atë e falëndërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetjet, salavatet, selamet tona të përzemërta nga ky vend, nga ky tubim, nga thellësia e zemrave tona, ja përcjell me mësuesit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur takohen me Allahun xhalla xhelali. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit të Madhreshëm na bën nder që të vazhdojmë të flasim në lidhje me porositë dhe këshillat e arta që na i dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe që na i përcjelli njëri prej shokëve të pejgamberit që e kanë quajtur Ebu Huraira. Dhe si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju urdhëroj, ju rekomandoj t'i bëni 3 gjëra dhe po ashtu ju porositi që të distancoheni, të largoheni prej 3 tjera. Tha një Rasulullah, cilat janë ato vepra që ti na rekomandon me i bë? Dhe cilat janë ato të cilat ti na rekomandon që të distancohemi, të largohemi prej tyre? Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha: "An ta'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an." Të adhuroni Zotin e Madhreshëm një dhe të vetmin, dhe të mos i bëni shok atij kurr në asnjë mënyrë. Dhe e dyta, tha: "Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an." Dhe të kapeni fort për litarin e Zotit të Madhreshëm. Të kapeni fort për litarin e Zotit të Madhreshëm. Dhe tha ti respektoni ata të cilët ju udhëheqin jetën e kësaj bote në rrugën e drejtë të jetës. Të 3 porosi tha me i marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ato 3 tjera me u distancu tha: distanconi prej asaj mënyre të komunikimit, kishtan dhe kam i thane kështu me radhë, që në gjuhën shqipe thonë tash e theme, wa kathrati sual, dhe distanconi prej bisedave, debateve, polemikave të dështuara, të kota. Wa idaatil mal, dhe keni kujdes mos e shpenzoni pasurinë në rrugë të gabuar. Dhe sot me lejen e Zotit të Madhreshëm vëllezër, ndalmi te porosia e dytë që na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa an ta'tasimu bihablillah." Dhe kapuni fort për litarin e Zotit të Madhreshëm. Vëllezër, litar që po përmendet në këtë hadith është të bën fjalë për Kur'anin. Allah i ka thënë Kur'anit litari i fuqishëm, litari i drejtë, me një farforme rrugë e cila lidh këtë botë me botën e përjetshme. Ai njeri i cili vjen në jetën e kësaj bote dhe këshillohet me Kur'anin famëlart, punon sipas Kur'anit famëlart, udhhiqet sipas Kur'anit famëlart, ky është kap me të vërtetën. Është kap për diçka që s'përfundon. Është kap me diçka që është më e drejta e mundshme dhe më e sakta e mundshme. Kushdo tjetër që jam mësuar në kësaj bote, ose botës tjetër, me diçka tjetër përveç këtij libri dhe përveç fjalëve të pejgamberit sa, ai thjesht është i pasigurt në rrugën e jetës. Dhe begje ka vështirë me gjetë të vërtetën këtë botë, e mos flasim për në botën e përjetshme. I vetmi libër që bashkëton me njerin deri në ditë gjykimit është Kurani famëlart. I vetmi libër vëllezër që ka fol për njeriu para se me marr njerin këtë dunjë. I vetmi libër i cili ka fol për Zotin, për tokën, për qejt, para se më kriju, e pasaj ku janë kriju dhe çfarë roli kanë.
Dhe vetëmi libër i cili flet për njeriu atëherë kur s'është mesin ton, është Kurani familjartë. Dhe vetëmi libër që udhëton me njerin, etapë pas etape deri në Siratit. E dini vëllezër të dashur se Kurani ka më rrugtu me njeriu deri në Siratit, deri njeriu të shkel kamati në xhenet. I vetëmi libër që vjen me ty. Çdo libër që na mbështet këtë dunjë ka më na përfundu në trap të vorrit. S'vjen më me neve. Se s'ka libër që flet për të ardhmen. S'ka libër që të kallëzon ty ku jeti atë ditë kur si në mesin e gjallëve. S'ka libër. I vetëmi është ai libër që flet për ty dhe i shpjegon tjerëve ku je atë ditë kur si në mesin e gjallëve, është Kurani familjartë. Dhe kjo është temë e gjanë, që se kemi temë këtu, ne kemi temë më kap për këtë libër. E kjo është libri Allahut Gjelle Wala. Allahu në thanë Kur'an, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Me të vërtet ky libër, ky Kur'an udhëzon, frymëzon në rrugën më të qëndrueshme të mundshme. Çka nuk kupton ky libër? Urdhëron të udhëzon në rrugën më të sigurt të mundshme. A ke pa njëtën këse bote me mbështet në libra të ndryshme vëllezër? Shpesh herja hushmi me të madhe, sepse ndoshta ai ka fol vetëm për 5 vjet arshme. Edhe s'ka pas informacione më shumë. Dhe ti mbështetesh, e sheh që të lënë gjysë rrugës. Ti krijon version të jetës me diçka që nuk është saktë. Nuk është qëndrueshme. Ndërsa libri Allahut Azza wa Jall, ata që ka thonë Allahu në Kur'an, sot e miliona vjet sa të ka ymër kjo jetë, nuk ka mundësi me pas logjik ose argument që mund ta kundërshton të vërtetën e Kur'anit. Njeriu mund mos me besu, se Allah e ka lënë të lirë me besu ose mos me besu. Por ndryshe nuk ka mundësi me ardhur në logjik njerëzore që ka të mundur me u ballafaqu me librin e Zotit të Madhreshëm, sepse ky libër ka ardhur prej të gjithdijshmit Allahut Gjelle Wala. Të ndershëm vëllezër, një ditë prej ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na shpjegon se Zoti i Madhreshëm e ka dhënë një shembull, çka është ky, çka është kjo fe dhe çka është ky libër, për cilën po flasmi dhe po na porosit me u kap. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allahu tha na i pruni një shembull çka është rrugë e drejtë, sepse keni parë në këtë dunjë shpesh herë përmendet fjala rrugë të jetës, rruga e jetës. Ne s'po flasmi për të rrugë që i shtrojna me asfalt. S'po flasmi për rrugë që krijon njeri. Ne po flasmi për rrugë të jetës. Jo për rrugë fizike që i shtrojna dhe i lidh njeri qytetin me qytet, fshatin me fshat e kështu me radhë. Të janë gjëra për dishmërisë. Ne po flasmi për rrugë që kemi orientu jetën, por diçka që është shumë e thellë se kjo që është simbolike. E tash. Por na thot pejgamberi alayhis salam, Allahu Gjelle Wala e ka pruni shembull rrugën e drejtë. Dhe ka thonë, është rruga e drejtë. Në ansore të kësaj rruge janë do mure. Mrena mureve të kësaj rruge janë do dyrë. E ato dyrë janë me perde, të mshehura, të mshefta. Dhe thonë, fillim të rrugës thirr një thirrës dhe mbi rrugë thirr një thirrës tjetër. Thanë, ja Rasulullah, çka është ky shembull, s'pe kuptojmë. Kush janë kjo rrugë? Kush janë këto mure? Kush janë këto dyrë me perde? Kush janë ky thirrës që thirr në fillim të rrugës dhe kush ai i cili thirr në mbi nalësi të rrugës? Pejgamberi sa më sqaroi. Vëllezër, sirat mustaqim, rrugë drejt, Allah i ka thënë rrugës së besimit. Rrugë drejt e vetmja është rruga e besimit. Dhe ju e dini kur ta lexoni elhamdulillahin dhe thojna ihdinas siratal mustaqim. O Allah, udhëzona në rrugën e drejtë. Sepse ti mundesh me jetu gjatë këtë jetë, ama fare si në rrugë drejtë. I harxhon ditët e kësaj jete, i shijon mënyrën që ti mendon se është mirë, por mundesh me qenë Zot në rrugë komplet jashtë rrugës drejtë.
E tash që kjo rruga sirata mustaqim, e vetmja rrugë e drejtë është rruga e dinit Allahut xhelle wala. E tash kushon ky thirr si në fillim të rrugës që thirr, hyni në rrugë drejtë, o ju njerëz, thot hyni në rrugën e drejtë. Tha është Kurani familjarët, që i thot njerëzve, ju shpjegon njerëzve se cila është rruga që do të më ndjejë këtë dunjë. Ka rshi rrugëve të ndryshme se bote. Dhe pastaj tha Rasulullah, kush janë këto mure ansore që se lanë me rshit njerin? Tha janë ligjet e Zotit të Madhrishëm. E kush janë këto dyrë që të kanë shefta nëse qelë fundosësh? Tha janë dyrët e haramit. Sa herë njeriu t'i afrohet kufive, Kurani thot istaqimu, hesni drejt, mos shitni në analet jetës, rrugës. Tha kur don njeri me kap derën e haramit, i reagon Kurani me argumente, mos e qela derën, se kush e ka qel derën, kush ka dal për rrugës së drejtë, vëllezër, mënyra alegorike, kush del për autostradës e thënë qafë, mytët. Kush del për vijave trasha të autostradës, përfundon me fatalitet. Kush del për vijave të trasha të këtij dini, e ka gjegë jetën e vet. E ka shkatruar jetën. Dhe tha, ta mandon të afrohet në ato dyrë të mshefta me qelë derën, tha i thot Kurani, ec drejt dhe mos e qela derë, se shkatruhesh. E tha, kushon ky thirr si mbi këtë rrugë që e pret me anë rrugë drejt? Tha është Allahu xhelle wala i cili ja ka mirë një sinjal njerëzve në zemër me kuptu çka e drejta dhe çka është e padrejta. Allahu secilit njeri ja ka dhënë një mundësi këtë jetë me kuptu të vërtetën. Por ja që njeriu vëllezër jam shel derën vetë vetës. Që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelle wala i ka kriju njerëzit të gjithë të barabartë me zemër të pastër. Dhe vinë këtë dunja, thot bëjnë mëkat. Kur të bani mëkat, a i bëjnë një pike zezë në zemër. Edhe ai tu bë mëkate, t'ju bë pika zemra, diku i bën zemër e zezë këtë. Edhe maja zemër nuk e detekton të vërtetën, i vdesin detektorët. Nuk e kupton të vërtetën, nuk e shijon të vërtetën, nuk e akcepton të vërtetën. Edhe përfundon në mënyrën më të keqe të mundshme. Kurse zemra besimtarit mbetet e bardhë. Por edhe sinjali për të vërtetën është shumë i fuqishëm. Pra, ky është libri që mos zgjatni shumë vëllezër. Rruga drejtë, çka thon Allahu në Kur'an, ihdina siratal mustaqim. O Zot, këtë dua e thola shpesh, ajeti pothuajse më i madh në Kur'an, kuptimin e udhëzimit është në surën Fatiha. Ihdina siratal mustaqim. O Allah, udhëzona në rrugën e drejtë. Se s'ka rrugë tjetër përveç rrugës së besimit. Në këtë dunja kush ja ka mësuar, sepse këtu po flitet vëllezër për koncepte të thella, po se kemi temën këtu. Po duam të shmeçu sinjale për shkak të bën fjalë. Nuk ka rrugë tjetër në këtë dunja përveç rrugës së Zotit të Madhrishëm. Nuk ka trak tjetër që ta siguron jetën e varrën. E pastaj ta siguron xhenetin përveç traka e besimit. Bane dolën trak tjetër, kime shkatru jetën, kime dje kartën e jetës dhe pasojat kime pas begit në aja në botën e përjeqme. Dhe Allahu po na thot, ihdina siratan mustaqim, o Zot udhëzona në rrugën e drejtë, sirata alladhina an'amta alejhim, në rrugën e atyre që ti i ke begatu me të mira. Kush janë ato që i ka begatu Allahu me të mira? Ka thonë janë pejgamberët, janë dëshmorët, njerëz të sinqertë, të devotshmit, dhe ato që Zoti i Madhreshëm ja ka bën nasib xhenetin. Ghayril maghdubi alejhim waladdallin, dhe mos na ban Zot për atyre për asaj rruge që ti je hidhruar dhe e kanë devijuar të vërtetën dhe pastaj kanë merituar ndëshkimin. Pra vëllezër të dashur, në jetën e kësaj bote dhe më në men, njeriu ka mundësi me i kriju mia rrugë të jetës. I projekton. Wallahi, të gjitha kanë me dështu. E vetë mja rrugë e saktë e jetës e rruga besimit.
E dini vëllezër, për shembull, pa dash me im detaje, gjatë komunizmit miliona libra në shkru. Edhe njerëzit në atë kohë janë krenu se kanë ardhur njerëz të meqëm dhe kanë gjetë formulën e jetës. Shkoj një kohë e gjatë, dul në shesh se s'pas ka qenë sakt. Po edhe teori para komunizmit, se dynjaja nuk është tash, dynjaja e begë vjetër. Edhe ato që të vinë pas neve, kanë me provu lloj-lloj metodet jetës. Allahu po në thotë, o ju njerëz, nimi rrugë të jetës se ke ju, nimi kanë me përfundu keq. Rruga e saktë, rruga e besimit. Sepse kur kush vëllezër se nje këtë jetë më mirë se Zoti madhreshëm. Kur kush se nje potencialin e kësaj jete më mirë se sa ai që ka kriju Allahu xhelalu ala. E çish po lyp program tjetër ti, çish ke ardhi musafir në tokën e Zotit madhreshëm dhe ti po lyp projektues tjetër dhe po mendon se dikush tjetër do të më ditë më mirë këtë çështje. Është ngjashme sikur se inxhinieri dhe arkitekti që njohin detaj objektin. Edhe me artin fillim edhe më hub në objekt. Po se di, atë më çu diku me ne objekt madh. Që duhet babakia me javë me gjetë ashensorët. A inxhinieri ka në letër, e din. Edhe ai ta ka vënë shenjën, ka thonë, "Et çiknena që mos më hub kohë se sonë gjan." Allahu xhallahu ala kur e ka pru njerin këtë dunja, ja ka vënë shenjat që ai mos me hub rrugëve të jetës. I ka tregu ka ke ardh, ku je, sa je venalin këtë jetë, që me thonë sa je i përkohshëm këtë jetë, ka du të më orientu jetën, edhe ku fundi yt. Dhe Allah ti ka vendosë shenjat. Kush i ndjek shenjat e Zotit të madhreshëm, vallahi, vëllezër, kjo jetë është një rrugë me një kahje. Ta dish çdo milimetër të rrugës së jetës që ke qitë. Milimetër, jo hap. Kur më mrapa s'kthesh. Kujdes, milimetri fundos, e lema hapi dhe metri i gabushëm. Se s'ka kthim mrapa më. Dhe Allahu na than Kur'an, në ditën e gjykimit një grup të njerëzve ku ti thot Allahu, pse keni humb në rrugët e jetës? Ata thonë, o Zot, humbëm sepse su kapëm për librin tanë. E na mashtruan ata të mëshmin, thojza. Na mashtruan ata që mendojnë se e kuptojnë jetën pa Zotin e madhreshëm. Kjo jetë vëllezër nuk është e rastishme. Me pas kriju Zotin njerin edhe me pas lanë pa pejgamber edhe pa libër të shenjtë, ndoshta Zoti na rujt kish mi pat arsye në ahiret me thon Allahu o Zot, po ti na ke prunë në një terren që s'kemi ditë çka është vërteta. Por Allahu xhallahu ala në Kur'an në ka mësu, kur e ka kriju Ademin dhe ka zbrit në tokë, Allah i ka thonë, "Këdhe tash ty dhe brezave që vinë pas teje do t'ja çoj udhëzimin, katalogin e jetës. Femen ittaba hudaya, ai që përmbahet udhëzimin, fala khawfun alehim wala hum yahzanun." Të tillët as nuk dështojnë këtë jetë, e as nuk vinë me një moment ku do të dëshpërohen për jetës. Kush ju përmbahet udhëzimit Allahu xhallahu ala, e udhëzimi Allahut është libri Allahu xhallahu ala. Vëllezër e dashur, e nderuar rini, ju që keni mundësi të lexoni dhe të mësoni, mund të lexosh mia libra në këtë dunjë, po nëse se ke lexuar Kur'anin familjar, nuk e ke kuptuar jetën. Mund të lexosh lloj libra të autorëve ndryshëm, që ka njerë lexon libra 500 faqe, asë një mësim se merë. Pra lagji, veç në ubin kohë me lezu. Provo e lezu e libre sakt. Edhe e gjenë vetën aty mrena. Sepse s'mun është me kalu, pa e gjenë vetën. A di që shosh me lezu Kur'anin dhe me analizu Kur'anin, s'ku më nalë para pasqyrës dhe mi pa detajt e tua. Allah të fletë kur se kanë këtë dunja hiq. Pastaj të flet kur e kanë fëmijë në barkun e nanës. Pastaj të kallëzon kur të rritet menja dhe t'i hub në analet jetës.
E pastaj të shpjegon kur ti dëshpërohesh për jetës. E pastaj të shpjegon kur ti lip argumente për dikujt tjetër, për atij që ka dështuar vetë në jetë. Dhe në fund Allah thotë, o robi jem, përmbaju ti libri sepse ti s'u ndel për kopertinën e këtij libri. Ti je vetëm një pikë ujë në oqean, karshiti i librit të madh që quhet Kur'an. Pa mësone, lexone. E pastaj do ta shihni se sa nuk ju bën përshtypje njerëz kur flasin për jetën. Sepse s'ja qëllojnë hiç fare. Edhe ti nihesh i sigurt, elhamdulillah o Zot, që jam në rrugën tonë drejt. E ta prallazhit e kësaj jete e flasin se dush, në shku se dush. Se cili pi vjen fundin e kanë ja. Edhe e kuptojnë që jeta nuk është e gare. As nuk ka shpjegim me cilën flajnë njerëzit në gjumë, por është realitet me cilën shijohet dhe jetohet. Tu pe përfundoj për shkak kohës. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.